Përshëndetje njerëz të mirë se erdha sërish në këtë kanal. Më bëhet shumë qejf që kërkova në këtë video. Shpresoj të jeni mirë, edhe siç e keni lexuar këtë titull, do ju marr me vete gjatë përgatitjes për një iftar. Për arsye se ju e dini që është muaj Ramazani dhe shpresoj të gjithë ata që janë duke agjëruar një agjërim të lehtë, edhe ata që nuk janë duke agjëruar që nuk munden nga sëmundje e të tjerë. Muaj i shenjtë janë në Ramazanit, edhe kështu që kam vendosur t'ju marr me vete spontanisht, më thënë të drejtën, dhe thash t'ju marr me vete se çfarë nuk e bërë për të hëngër sot, sepse thash jam duke bërë fli. Prandaj, siç shikoni aty, janë gjithë gjërat të përgatitura dhe kam nisur. E thash pse mos të gjëroj një video se si jam duke bërë flin unë, edhe kam shumë kohë pa e bërë. Edhe thash ti tregoj se çfarë jam duke bërë tani. Jani në mua të bëjmë së bashku fli. Okay, si mund që të shikoni këtu, e kam vënë në themi saç. E kam vënë flin mrena, është duke bërë. Esa këtu e kam bërë harxhin, duke lyrë, edhe këtu është ajo pjesa e miellit. Më thënë të drejtë jam munduar t'i fus në shishe, në bidon. I kam vendosur këtu dhe thash të kem pak më kollaj edhe pak gjallë të rish. Kështu që të shikojmë një se çfarë është duke bërë flia këtu. Nuk jam profesioniste, nuk du që t'jenë komente negative, por mundohem të paktën të bëj fli. Nise, ti tregoj tash këtu se çfarë jam këtu e bërë. Atëherë, si që keni parë, ju kam treguar se kam përgatitur gjatë kohës, edhe thash t'ju marr me vete. Nese, për ata që agjërojnë gjithë, ju uroj një agjërim të lehtë sërish, për arsye se kam shumë kohë pa folur me kamerë dhe më duket ndonjëherë e çuditshme, por të themi për gjëra aktuale që janë duke ndodhur. Shqyqyr Zoti ka dalë herë dielli, se ka qenë vetëm koha shi. Edhe po, më keni munguar shumë, e di që ju kam premtuar që do vinë video pafund, por kam pas një shkëputje një mujorshe, se ka shku muaj i shkurt shumë shpejt. Kam pas dakimin e qunit, ka qenë Shën Valentini, ka qenë 8 marsi, ka filluar Ramazani, e të tjera. E di që do t'i kisha marrë me vete, por kam kalu një fazë edhe jam sërish këtu për ju. Edhe ndërkohë që quni vogël është duke fletur, sepse sot mëngjes më shkujti kopshti në orën 7:30, kur ishte gati quni, edhe më thanë që kopshti është sot mbyllur. Tash filloi ditja shumë mirë që tani, edhe kështu që qunin e vogël e kam mbajtur shtëpi sepse ka qenë kopshti mbyllur, ndërsa quni i madh është në afrimi, është në shkollë. Ai del në 4, kështu që kam edhe 1 orë gjys kohë derisa të shkoj ta marr, edhe shpresoj që paktën ta kem gjysën të përgatitur flin. Filloj gjithmonë herë të bëj iftar, më thënë të drejtën. Besoj se ju intereson edhe juve, po jam duke agjëruar, por siç e dini ju që gratë ndonjëherë ka mundësi të mos agjërojnë, edhe kështu që kam çuditje që nuk agjëroj. Sot është dita e dytë, por që gjithë kohës kam agjëruar, edhe po, në gjë tjetër. Ju uroj gjithëve një 8 mars të mrekullueshëm, se ka tash 4 ditë që kanë kaluar besoj, edhe kjo video do shkruhet kohët besoj më vonë ose së shpejti. Më shkruani në komente se çfarë video do të shikojnë, që të kem edhe një ide, sepse nidet më janë ikur të gjitha. Pavarësisht se unë marr shumë kohë për veten time, kohët e fundit, duhet që të merrem pak më shumë me YouTube-in, po ja që nuk më del koha në 2 fëmijëve, me punë, me gjëra, edhe kështu që ja. E keni pa vlogun e fundit që isha në Shqipëri, edhe jam rikthyer atëherë, janë trazuar shumë gjëra, edhe kështu që kaq kisha për momentin. Kam palosur gjitha rrobat, i kam vënë si për karvati, se doja të rrugulloja vitrinat ose raftet e kalameve, të palosur mirë, atëherë ato gjëra që kam palosur t'i vendos ke venet e veta, por ja që u mora me flin, edhe du t'i rri gati, kam frikë që mos digjet, kështu që do shikojmë se çfarë është duke bërë flia, edhe ta bëjmë së bashku, edhe t'ju marr me vete, ta ndresi herë dritën këtu, që të kem pak më shumë dritë. Ja, do ju marr, do ju vendos, besoj këtu, nëse mund të më shikoni. Okej, më shikoni? Po. Kështu që do marr herë.
Okej, duket mirë. U dogja. Nisë të heqe dhe jerte mos ju pëngoj. Të shi marrë pak harq. Edhe ly. Edhe ju marrë me vete. Për një sekundë, se të ka më në keq. E din që do në pak kohë, por të mundohem të merrem me fli edhe me ju njëkohësisht. Ja, dhe të mendoj së të kamerës, nuk maj do të edhe të luj njëkohësisht. Edhe kështu që të luj herë mirë. Okej, vini herë mirë. Nuk di sa kam pa bërë fli me të drejtën. Kam pas një kohë, po nga që kam bërë dje sarma turke. Edhe ka ndalë shumë të shishme dhe kam bërë me i tepsi. Edhe pjeka në këte saq. Se bashorti im është duke majtur Ramazan, si çdo herë. Edhe kështu që gjithmonë mendoj të mundohem gjithmonë të bëj diçka tjetër çdo ditë. Kështu që në mendoj se është pak qajp. Nuk e di pse vendos gjithmonë, po më duket sikur del më e shishme dhe më e mirë kur vendos qajp. Më shkruani ndonjë ide juve se si e bëni ju, nëse ka njerëz nga Kosova. Edhe kështu që do marrë bitonin, ta kthije që mos përzihet. Edhe aty vende që janë bosh, filloj të mbushen. Shikoni? E di duket pak çuditshëm, por po mundohem të paktën. Në mes nuk do të vendoj kaq shumë, por më rëshket dora. Kështu që me kamerë do jetë pak e vështirë, por do mundohem ta vendos direkte, se është saq i ngrohur. Voilà, nëse më të shikoj. Ta them të drejtë, nuk e di sa do të shkoj kjo video, po do mundohem që mos të kem shumë editim në video, sepse më lodh më vërtet dhe më mërzitem shumë shpejt, nuk e di pse. Kam bërë edhe një video tjetër ku jam duke hequr make-upin gjatë ditës, edhe ti tregosh rutinës si unë pastroj fytyrën në darket, edhe shpresoj që të mund të keni parë ose të shikoni akoma, sepse me editim jam pak shumë tembele. T'ju them një gjë tjetër. Kam rregullu dhomën e gjumës, në dhomë të gjumës kam vendosur një vitrinë të re, sepse kanë qenë raftet e mia gjithë plota dhe kam pas shumë pak vend, kështu që kam rregulluar një raft. T'ju tregoj më vonë, edhe ose t'ju tregoj tani direkte, edhe më ka pështuar. Me vërtet më ka pështuar për arsye se kam pas shumë rroba dhe t'ju tregoj tani çfarë rrobash kam palosur, edhe si e kam vitrinën e re. Ja pra njerëz, rafti im i ri këtu. Më besoj që mbani mend ato dy që janë kështu si ulse, po aty janë lodrat e kalamajve, i kam pasur këtu, edhe tash i kam këtë raftin që mund të vendos rrobat pa problem fare. Edhe këto janë dhuratat që më janë falur gjithmonë. Kjo ka qenë dhuratë që kam bërë unë para 2 viteve bashortit time, se atëherë ka qenë trendi. Këte mora për 8 marës nga quni i malë nga afrimi, se kishe ble për vete dhe më ka dhuruar mua. Për San Valentinin, këte ja kam dhuruar unë bashortit time, kështu. Edhe këte më kanë dhuruar edhe i për 8 marësin, janë çokolata me lule, por çokolat i hoqe dhe lash vetëm si dekorim. Edhe këte më ka dhuruar tani për San Valentinin dhe kjo ka kështu si pundrite ledes mrena. Edhe kanë dhurat e datlinës time 10 vjet atëherë. Shikoni sa robot kam palosur. Edhe gjithë të robat do vendosën në raft të kalamajve, por du t'i pastroj edhe t'i fshi edhe t'i palosë të robat tjera, edhe atëherë do vendosën këta në përvenet të veta.
Si që mund të shikoni, si duken tash aktuale, se gjithë më pyeten si e dobësuar, njerëz do vi video, se du të flas pak më gjatë për këtë temën, edhe aktuale janë 27 apo 28 kg, mos gaboj, edhe kështu që jam e lumtur, por duhet të bi edhe 5 kg, edhe të herë mbarova. Nuk du më shumë, sepse kam qenë shumë e tepër e shëndosh. Si që dini vetë, edhe unë videot e mi që shikoj, them o zot, si kam qenë, si jam, edhe si të bëhem. Edhe arsye pse unë nuk kam bërë video, me thënë drejtën, ka qenë edhe një arsye shumë e fortë, për arsye se telefoni ime nuk ka pas më vend as për foto, as për video. Gjithmonë kam filluar të bëj video dhe mu shkupuqin, për arsye sepse ka qenë memoria pjena. Të thotë që ishte plot, edhe kështu që bashorti im për 3 ditëve ka vendosur të bëj ke iCloud-u më shumë vend ke telefoni, edhe kushton rreth 12,99 cent në muaj. Edhe thash nuk mund të bëj foto as video për arsye se nuk kam vend më telefon. Edhe kështu që çdo muaj tash të paguaj pak më shumë që të kem vend për video e të tjerë. Edhe kështu që flinimi duke pritur akoma, edhe du marrë me vete gjatë kohës. Okej, tash i vendosë të mesha tripodin, për arsye thash pse çfarë e kam blerë, edhe natyrisht e mora dhe dritën që të duket kvaliteti i videos më bukur. Ndërkohë që jam këtu, edhe tash tripodin, edhe ju tregoj se si ime duke bërë flinjers. Më shikojnë tani? Për se s'ka dritë mirë kështu, që dhe të nxjerrim një herë tani flinjerite. Kam frikë mos digjet. E marrë gjithmonë një picet. Okej. Pse kemi gjithmonë një që pjeket edhe një në. Të ullë kamerën që të shikoni se si e bërë ulla. Okej, duket e tash më shumë që është dik pak, por jo dha shumë. Nese. Fillojmë direkt ta lym me harç. Qajeri ka o sot. Për ta që janë duke marrë Ramazan, edhe shpresoj që të shikoni videon mas iftarit. Kështu që të ta lyj mirë. Edhe kështu që të marrë të kështu. Edhe të vendos prapë kështu. Aty ku nuk është shumë e flekme, dhe të vendosni harxhi. Okej, nuk du të vendos mes, kur du të e mësoj këte? Më ka fiksu. Se aty ka, aty ku s'ka, du të vendos pak më shumë. Njerëz po mundohem, gjithsesi, fakten. Kanë fëmija, diçka për të mbrojtur. Okej. E fusim prapë në furrë. Okej. E keni pa vendosa tash pjesën e dytë, ora ka shku 3 e qerek. Po, edhe pak, edhe 20 minuta duhet të iki të marrë çunin, ju marrë me vete. Edhe do ko që du të afik atë herë flin, sepse bashkërti më është në gjumë, sepse është quar qy nga syfyri, edhe nuk ka fletë fare, se ka pas disa tërnima, dhe kemi marrë punët, edhe kështu që sot në darke do hajmë flin, do vendos disa domate, kasravece, pak djath, pak kos, edhe kemi edhe sarmat e djeshme, në fe edhe gjystepsie, edhe kështu që do i hajmë ata për që arsye së është gjyna për t'hellë natyrisht. Edhe kështu jam duke parë një serial, nuk e di, besoj se e dini edhe ju, sepse gjithë ata që jetojnë në Shqipëri, Kosovë, janë edhe të njerëz që jetojnë jashtë jetit, është ai seriali turk, Yerelti. Gjithsesi, shpresoj që të dini se për çfarë kanë fjalën, nuk e di se si e thot. Më pëlqen shumë. Më mërzit ndonjëherë se ka shumë gjëra edhe
Unë du të di vetëm se çfarë përfundimi do ketë ai quni me të gocën. Edhe s'marr vesh turqish. E shikoj vetëm kështu, të kaloj kohën. Po, ndërkohë që po pija një Red Bull. Edhe po, çfarë do thënë gjë tjetër? Mos mërziteni ju. Kam edhe diçka tjetër për t'ju thënë. Kam porositur disa rroba keshini dhe më kanë ardhur dhe janë shumë të bukura. Edhe me shortit tim kam porositur 3 bluze. Unë nuk porosis shumë keshini për gjërat e burrave, sepse për shortit tim i pëlqen gjithmonë që t'i blej rrobat e dyqan edhe t'i provoj edhe nëse i bin tamam, gjëso unë jam një që porosisi, kështu që do t'i tregoj me vërtet që kanë dalë që kam porositur. Janë gjëra shumë të bukura, edhe rroba shumë të bukura, sidomos tash që janë ndëpsuar, mund të vesh disa gjëra që nuk i kam veshur më përpara. Po, edhe kështu që kaq kisha. Do shikoj tash serialin tim. Ndërkohë edhe sonte është, jo nesër, pas nesër është Big Brother Shqipëria, Albania. Unë kam pallet Kosovës, po i Shqipërisë është gjithmonë numër 1, nuk e di pse. Pavarësisht se në fillim shikosh shumë Kosovës, po kur dori li Alba, ka përfunduar si gjithçka, nuk ishte kuptim ai Big Brother pa Alban. Edhe kështu që po, kaq kemi. Si që mund ta shikoni, këshita përgjëri që më shtres me mbi shtres, është shtres me mbi shtres. Edhe kështu që ju tregoj atëherë kur tjetë përfundimi. Kam edhe 20 minuta kohë të marr qunin. Kështu që të marraj gjatë kohës me flin do merrem. Edhe dy me vete kur ti këtë marr qunin. Po, kështu da bëjmë. Okej, nuk duhet të vej njepsin që tani, por tash i duhet të haj këta çikolatat. Mos kujtoni se nuk ka çikolatat, po i haj. Kështu që japim së bashku. Edhe do haj një çikolatë. Një. Qasme kot. Bëj qasme kot. Okay? Ka dhe një QR kod mrapa. Tash i vërë shtresën tjetër. Edhe 5 minuta. Do ta bëj në një shtres, atëherë do ikit marrë qunin. Edhe do kthehem. Atëherë do jetë pak zhurmë këtu në shtëpi, sepse janë duke fletur 2 njerëz të mi, edhe i treti do vi.
Okej, tash ka kohë për të marrë qunin. Kështu që ne ikim ta marrim së bashku. Në kohë që ka shkurt mosh me qunin e vogël në shtëpi. Edhe lash flin akoma kështu. Edhe po bëhet avash. Shikoni sa bukur. Ua, të bëj një foto tani për 1 minutë. Okej, bëra. Po makinën time keni pa? Prit. Edhe kjo është makina ime sa për informacion për momentin. Papi mirë. Hopala. Si jo kam arru me të regu diqka. Kam porositur këte këshini. Mos i vini re thojnë të mi se kam katastrofë. Du t'i bëj. Kam ble këte drive safe, I love you. Që i kemi foto familjare. Edhe kështu që kam ble bashortit time. Edhe një për vete. Edhe është plastika nuk thyet. Kështu që kanë një gjë pak të në që kanë barë këtu. Sot në gjithë ka qenë koha me shi, tashi është koha me diell. Okej. Ta dhezim njëherë makinat, të lidhim ripin e sigurimit natyrisht. Kështu që më rregu. Thash se mos ka në gjë që po vërtet. Natyrisht që jo. Edhe tash të ikim të marrim qunin nga shkolla. Ai fillon tashi të bëj si quni keq sepse me thënë të drejtën ka qenë orën 7 që është zgjuar. Edhe po vjen shtëpia është i lodhur se ora tash 4. Natyrisht. Edhe atëherë që t'ju them lodhet të në hajtë, të pitë të rria atë, ose do të flej gjumë, po unë nuk e lejtë flej gjumë, sepse shkon në 8 të gjysë, du të tjetë në gjumë, për arsye se qotë shumë herët, edhe kështu që është akoma i vogël, është 7 vjeç, por klasa parë do shumë vëmendje. Harrova fare ta fikte radion, mos më kapi copyrighti. Edhe kështu që duhet kemi shumë kujdes klasën e parë, se po filloj klasën e parë të jetë mirë, dhe gjithmonë mirë. Po jo se këtu në Gjermani nëse ngel klasën e parë, nuk ngel ata ta sigurohen gjithmonë që ta bësh përsëri që të jetë më mirë për ty. Po për shembull këtë gjë nuk du ta pranoj. Jo nuk du ta pranoj, nuk kam. Fjalë nuk është muhabeti që duhet se 4.5 viti që ka filluar, nuk është për se më kanë thënë mësuese që është problematik ose ndonjë gjë. Por në fund të vitit fillin këta gjermanë dhe thotë s'po sikur ta bëj seriozisht. Dhe ta lidha më mirë për të, jo. Quni jo 7 vjeç, kështu që klasën e 2 8 vjeç është tamam. Edhe kështu që po. Do ikim të marrim tash, edhe siç mund të shikoni diellin këtu lart. Wow! Mezi po pres verën, se keni iden sa qef do kisha. Kishim të shi verë, t'jemi në plazh, e të tjerë. Okej, ikim marrim qunin dhe presim se çfarë po bën ai herë. Do thëra që gjithmonë ku i kitë marrë qunin, natyrisht që mësuesit e dinë që jam unë gjithmonë në makinë, ju vetëm unë janë qytë në tjera, disa e marrin në përkëm. Edhe gjithmonë reagimi qunit time kur marr nga shkolla më shikon një herë me vëmendje. Më thot mami, si je? Dukesh sot shumë bukur. Ose qa ke pse mërzit. Filloj të kuptoj pak si shumë, po këto janë gjëra që fëmijët fillojnë ta marrin vesh dhe ta kuptojnë se çfarë bëjmë ne këtu. Kështu që do të thëjë që fëmijët rriten. Edhe një po plakemi avash. Edhe kështu që fillojnë të kuptojnë çdo gjë se çfarë po bëhet. Edhe duket pak si e çuditshme sepse është çuni i madh. Por ku mendon ndonjëherë të rriten fëmijët pak më shpejt se sa duhet. Nuk më pëlqen fakti. Sepse duhet që ta shijoj atë femirinë e tij. Themi kështu. Me kapi sot e kam bërë mirë, por prap unë atë lëkurën e ndryshme që kam, s'më pëlqen me thënë të drejtën. Okej, shpresoj që tash mund të vijë ai, ose është duke dalur. Ja ku është. Është duke ardhur. Do lidha shi kastile. Edhe shikoni reagimin atij se çfarë do thotë. Unë besoj se do thotë, mami si, he? Edhe po duke shumë bukur.
dhe më thot gjermanisht, se shqipen e merr vesh, e flet nëse don, po jo gjithë kështu si që ne. Edhe fëmija që rritet me gjuhë gjermane, që ndodhi ty mrapa? Ja, erdhi, ata abderë. Hallo! T-shirt. Ja, Qa është e? lekker. Chocolade? Danke. Kam më re, që gjithmonë, nësja, diçka për të ngrënë. Në? Bringst mir immer Essen, Brot, Würst, alles. Und geht's dir gut? Okay. Wissen nicht. Warum, was passiert? Kam fjallë tash me të. Atëherë, problemi i fëmijës time ka qenë që në shkollë, natyrisht edhe që është tash akoma dimër, ne jetemi pramber, po këtu në Gjermani është kohë ndryshe. Thotë të mos e heqin gjupin, jaknën, që du ta mbajnë veshur. Në tash i kam fol me të dhe Das kam sieht dhënë aus wie so Schklappe. një premtim që do vesh një jakë më të hollë që ta ketë më lirë, sepse është shumë jakë madhe edhe dimrore. Okej, tash do ikim në shtëpi, edhe të bëjmë flin. Të vazhdojmë me flin. Si i flia më të gëbër. Ne do shikosh tash se çfarë është flia. Ke harruar? I thash do jam duke bërë Du hast flin. immer noch aufgelassen. Dhe më thot mu, Was ist das? e do shikosh tash se çfarë është. Edhe nuk më përgjigj asnjëherë në shqip. Të mësohet. Avash. Është i lodhur. Është i lodhur. Ndërkohë që janë duke lozur kanë la majtë, atë unë jam akoma duke u marrë me flin, me thënë të drejtën. Po vanohet pak me thënë të drejtën, por kemi edhe një orë gjysë kohë deri për iftar. Kështu që tash do pres të piket pak më mirë, do marr një copë do ta provoj, se duket shumë e shijshme. Edhe kështu që, po Sofia, Komm mal. dan që ta fryj. Hajde këtu. Edhe provojmë së bashku. Ndërkohë që po ta fryj këtë të mbacën e çulit, edhe do të testojmë atëherë pak flin. Ndërkohë që po fryj ato mbacën, hapa flin, do i tregoj tash si duket. Ke shumë u pjek, por të vendos tash i harxhin direkt sipër. Të testojmë me harç. Edhe do edhe një orë po, se e bëjmë kështu të trash. Sa më pëlqen ajo zhurma. Ku bëm psh. Shumë. Shpresoj edhe që ti pëlqej bashkëshortë time. Në kohë që fëmijët janë duke lozë me top, me të shmendën, sa erdhën. Ti do zgju nga gjumi, ti nga shkolla. Tash do provoj një copë. Të tërheq. Sa i nxehtë që ka. Aua. Alles gut? Okej, kuputa një copë. Ciao. Bismillah. Bom. Shumë i mirë. Është film. Mashallah. Lëmë shumë durët. Mua. S'kam bo asnjë gjë gabim. Kam bo çdo gjë kështu siç kam menduar.
E rëndësishme vëmë dhe në gjallë. Se më të gjallë pje pa të shien. Okej, ta fus direkt pa. Ora ka shku 5:20, kam 3 orë. Levi kështu? Po, kam 3 orë me flija dhe akome për gati. Unë do e bëj flin deri sa të vi iftari, me fjallë, bëhet sa të bëhet. Po thuaj se edhe ka trash nuk e du, më thënë të drejtë, sepse më shje më shumë po është e hollë. Por, si që shikoni, kemi mysafir të vogël këtu, që ma shkatëron shtëpi. Do merresh me karamet, do bësh fli, do shikosh gjëra të tjera. Edhe, po, do pres disa domate, kastraveca, pakos, edhe sermët një grof. Edhe do të që të shikosh shortin tim se ka fletë si shumë pak sot, shumë. Tëre flia është gati, edhe të që kam vendosur edhe pak sarmat. Kam pasur gjithë kujshinën. Është diku pak në anësh, po s'ka rëndësirin si ka që të shjoj mrena. Atëherë, si që keni pa, kam shtu tavolinën, kam pak tomate, kastraveca, pak djath, edhe Sofiani është këtu, se pasoj si ju ka marrë madhi. Të përshëndetje. Komandi me të atrale dhe ta fundado. Qa ka ty, mëna? Ta Qa do? Shikosh nga gjami? Gjani. Gjami. Gjani. Gjani, daja gjani. Gjani. Dhe daja gjani. Gjani. Bravo. Edhe kemi hangër buk, marru me iftari, u falë shortime. Tashi sa doli edhe kemi vendosur, më thënë të drejtë të boshim koktela. Edhe unë për koktelin gjithmonë marrë një gotë. Edhe vej pak lylë shtrydhe, pak limon, nuk risi qënë këta manafera, po më duket manafera, edhe blueberry, pak akull edhe me një gotë, kështu që janë gotë të verës, po unë përdo gjithmonë si për koktela, edhe për të vendosë gjithmonë këtë shvepsin, white berry, që shquat, ka dhe mojito, ka gjithë shijet, po më pëlqen kjo dhe ajo me mojitos. Edhe kështu që kemi vendosur të bëjmë tash pak pushim, do të pish edhe ti pak? Ake, nuk është pi alkoholika ose në gjë tjetër, është vetëm si shije. Edhe mbaruam. Pijamet i kam veshur, afremi, edhe ai, ora është 7:30. Keflia e keni pak u djeg në fund, sepse kam lënë shumë duke u marrë me gjërat e tjera, por ka qenë shumë e shishme dhe do ta mbyllim këtë video këtu. Edhe tash do ta mbyllim këtë video këtu. Mos harroni të bëni një like, një subscribe, një comment, edhe shihem në video në rrallës. Paci!